Kujdes shqiptar, kujdes, alarm, kujdes, është ndes sirena, është ndezur kjo siren për gjithë dashamirësit e seksit, për gjithë njerëzit normal pra të kësaj bote, sepse kodi i ri penal, pra disa propozime në kodin ton penal, parashikojnë edhe vite burg për ata që guxojnë të bëjnë llafe turpi kur kalojnë kufirin e Republikës së Shqipërisë. Kujdes, lexojeni pak, shikoni pak. Kodi i ri penal, burg deri në 6 vite nëse bën seks gjatë udhëtimeve, bukuri. Edhe pse thot tingëllon e pazakont, në fakt në nenin 108 fraksion B, se ka dhe fraksion A, e kupton ti? Aja nuk e dim për çfarë është. Thuhet se nëse kryen marrëdhënie seksuale gjatë një udhëtimi, pra në një vend tjetër jashtë Shqipërisë, do vuash dënimin me burg kur të kthehesh në Shqipëri. Jam aja pikrisht këto ligje na bëjnë ne, na çojnë kaq afër Koreas së Veriut që nuk di domethënë një çime larg. E kupton, vetëm syt na mungojnë ti kemi kështu dhe jemi koreano verior kështu motamo, ë. Shiko çfarë thot sepse ka dhe shembuj konkret, ose kam dhe shembuj konkret për ligjin këta, e kupton. Me një shembull konkret thot, nëse organizon një udhtim dhe fton dikë tjetër thot, dhe ndodh që ky i ftuari të kryejë marrëdhënie intime me dikë në vendin që ka udhtuar thot, dënohesh me burg. Pra mor miq, këtu nuk dënohesh se vjedh miliona euro. Këtu nuk dënohesh se ke në pronësi një 300 apartamente, e kupton, dhe s'dihet si i ke dhe nga i ke. Këtu nuk dënohesh, e kupton, se bën korrupsion, sepse këtu të thret prokuroria, por pastaj të lëshojnë se s'kan prova. Ama që të kryesh marrëdhënie seksuale, të bësh seks në një vend tjetër, do të dënohesh me burg. Po pyetja është, si do t'i marrin provat këta? Si do ta vërtetojnë që X person ka kryer marrëdhënie seksuale me një person tjetër diku në Bratislav? Si do ta kuptojnë? Si do merren provat? E kupton, apo sa hysh në aeroport direkt do të merret ndaj kampion aty edhe pra për gjithë dashamirësit e seksit, pra për njerëzit normale kam fjalën, të gjithë ata që kanë dëshirë duhet ti paralajmëroj edhe një herë, duhet ja lexoj edhe një herë se kush janë konsekwencat. Duke mbetur thot tek pika e tretë. Edhe pse tingëllon e pazakont, krejt e pazakont, po hajde më nese, në fakt në nenin 108 fraksion B, se ka fraksion B, se ajo aja duhet jetë për këto punët artizanale, këto që bëhen me dorë, thuhet se nëse kryen marrëdhënie seksuale gjatë një udhëtimi, pra në një vend tjetër jashtë Shqipërisë, do të vuash dënimin me burg kur të kthehesh. Pra, miq, ju lutem juve që keni dëshirë të kryeni marrëdhënie seksuale, bëheni në Shqipëri. Bëheni në Shqipëri aman, mos shkoni në këto vendet e Bashkimit Evropian se duhet jetë burgu akoma më i rënd. Pra sa më larg Shqipërisë, aq më i rënd është burgu. Nëse e bën diku këtu Malzi apo Maqedonia apo ku diun deri në Bosnjë, shkon deri në 6 vjet. Pastaj si të hysh në Europë, shkon 8 vjet dhe pastaj vendet skandinave, në Island, mos shkon në Island me bo seks e vlla se kur të kthehesh të pret një 12 vjet burg simpatik. Akoma nuk e kuptoj se si del koha të merren me këto gjëra. Tash këto a janë tallje, a e kanë seriozisht, po ky vend ka probleme të tjera më miq. Ky ka probleme të rënda dhe shpresojmë që të zgjidhim këto probleme një herë pa se kush bën seks dhe ku e bën atë seks. Ç'a na duhet ne një herë? Po ç'a i duhet kujt më jeta e tjetrit, jeta private e tjetrit? Ç'a i duhet? Nese, kujdes se do hani burg.